Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin e përjavshëm Qyteti im, shtëpia ime. Pa humbur kohë do doja të prezantoja për ju të ftuarin e mbrëmjes së sotme. Ai është, jo duhet ta kthejmë, nuk u futa jo vazhdo thoti. O Ilo. Nuk dëgohet fare. Ta filloj këtu. Ha. Mbylli ato tash, fika atë që s'është ndezur edhe mos. Ndezur tani erdhi sa i fakti, se unë kam dhënë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin e përjavshëm Qyteti im, shtëpia ime. Do doja pa humbur kohë të prezantoja të ftuarin e sotëm. Ai është pikërisht zoti Ethem Guma, drejtori i drejtorisë së menaxhimit të pronave në Bashkinë Fier. Zoti Guma, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Në emër të televizionit Apollon, ju falenderoj që e pranuat ftesën tonë. Edhe unë. Kemi diskutuar disa herë, ka qenë objekti kronikave tona problemi i pronave publike. Unë do doja dhe për shikuesit besoj se do ishte me interes të dinim cilat quhen prona publike, si kategorizohen ato në të vërtetë. Po, njerë prona publike quhen gjitha ato prona që përkasin shtetit dhe këtu përfshihen vijat bregdetare, zonat historike, arkeologjike, pyet, kullotat, livadhet, rrugët, urat, hekurudat, lulishet e një sër prona shtira që i përkasin shtetit. Ne si njësi e bashkisë, në zbatim të vendimit qeverisë 500, datë 14/8/2001, kemi bërë inventarizimin e pronave që përfshihen brenda territorit të bashkisë Fier. Dhe këto prona i kemi kategorizuar si mbas uzimeve të qeverisë, prona që përkasin fushës administrative, ku këtu futen zyra, objekte social-kulturore të gjitha. Kemi në fushën e arsimit, prona që i përkasin arsimit, ku janë shkollat, kopshet, qerdhet. Në fushën e shërbimeve publike, në fushën e zhvillimit ekonomik, në fushën e bujqësisë, në fushën e kulturë, sport, edhe në fushën e strehimit. Të gjitha këto prona përbëjnë atë që ne i themi prona të shtetit, por që i kanë kaluar pushtetit vendor. Për të problem mbas inventarizimit të këtyre pronave, ne kemi inventarizuar pronat, i kemi shikuar, ose ne themi kemi shqyrtuar në Këshillin Bashkiak, kemi marrë dhe miratimin nga prefektura, dhe janë nisur AITP-s zyrës së inventarizimit e transferimit të pronave. Duke qenë se mbërritëm pak a shumë në atë pikë për të cilën unë kisha interes në të vërtet, është përpiluar një listë me një numër të caktuar pronash nga ana e bashkisë që në mos gaboj kapnin 834 objekte. Kjo listë si ndryshon, a ka ardhur përgjigja nga Ministria Përkatëse dhe çfarë ka ndryshuar në të vërtetë? Po, ashtu është. Ne kemi zbatuar udhëzimet për regjistrimin e pronave. Kohët e fundit, nga 834 prona që kemi inventarizuar dhe që kemi dërguar në AITP, na erdhi vendimi i fundit i qeverisë me numër 922 datë 2/7/2008, nga gjitha këto në listën që ne kemi quar në AITP, u shqyrtuan në qeveri dhe u pa arsyeshme nga qeveria që në këtë numër, prej 834 prona, ne na janë hequr 37 prona dhe na janë lënë në përdorim 38 prona. Mbasi kemi shqyrtuar këto vretje, që ka bërë qeveria që na i kanë hequr, konkluduam ne si zyrë, bëm materialin përkatës dhe në bërën e materialit, pam që ishin edhe disa pronat të parajstruar, sepse na i pishe drejta, që gjatë kohës që të bëjnë vretje dhe sugjerimet tona për ato që dërgoi pushteti qendror, të bëjnë vretje dhe sugjerimet tona. Mbi këtë bazë ne shtuam dhe 7 prona të tjera që ishin harruar. Kështu që këto vrejtë dhe sugjerime u bën në Këshillin Bashkiak dhe u nis materiali përsëri prap në AITP, duke
marë parasysh 37 prona që janë hequr dhe 39 që na janë lënë përdorim, shtuam edhe 7 prona tjera dhe kemi quar materialin në ITPP dhe presim nga ditë në ditë që na vi konfirmimi për të hapur rruga, pastaj për të hipotekuar pronat në të gjitha, me të gjitha ato që kërkohen, me të gjitha ato thane që kërkohen. Pra me pak fjalë ndryshoi lista Ndryshoi listra e parë dhe në këto listë thash në 834 prona, thash 37 prona në hequr, 39 janë në përdorim, ja shtuar edhe 7 prona tjera. Do të ndalemi pak tek ato 37 prona të hequra. Ka patur një motivacion, nuk ka qenë ligjore ose nuk ka qenë ligjërisht e deklaruar që ato t'i menaxhonte bashkia? Kryesisht, këto 37 prona që na janë hequr ne, janë kryesisht në prona që i përkasi shëndetësisë. E pa të arsyeshme pushteti qendror që këto mos ja kaloj pushtetit vendor, por t'i baj vetë. Dhe një pjesë e këtyre pronave janë në sheshe të lira në zonat informale. Kështu që i ka pa të arsyeshme qeveria që nuk ja kaloj pushtetit vendor, po i baj vetë. Kurse në 39 prona tjera që i na i ka lënë përdorim, këto janë zonat informale kryesisht, zonat informale dhe sheshet e mëdha që kemi ne si sheshe para turizmit, sheshe këtu i ka lënë në përdorim të Bashkisë Fiat. Kështu i ka parë të arsyeshme. Pra këto ishin ato të paregjistruarat që ju përmendët? Jo, të paregjistruarat ishin disa prona të tjera që gjatë kohës që kemi bërë inventarit u zbuluan tashti dhe u shtuan. Qartë. Atëherë, në këto kushte, juve prisni një përgjigje nga Ministria përkatëse, por unë do doja të dija, a ka aktualisht prona publike të cilat janë në konflikt dhe në procese gjyqësore? Dhe përse? Ne tashi, unë, si zyrë, nuk mund të flasë do të që ka konflikte, për vetë faktin sepse nuk kam të drejtë morale të kërkoj që e shkelo për se shkelo, sepse do të pres vendimin e qeverisë për miratimin e këtij inventari, pasi të kaloj në procesin e hipotekimit. Gjatë kohës që ne do bëjmë hipotekimin e këtyre pronave, do të ketë konflikte. Dhe këto konflikte pasi do zgjidhen vetëm nëpërmjet gjyqësorit. Kështu që ne nuk kemi të drejtë të flasim tash konkretisht sepse nuk kemi vajtë të aplikojmë. Në kohën që do aplikojmë, do shikojmë përputhjet tona, hartat tona, planimetrit, plan vendosjen e sipërfaqeve, nëse do ketë konflikte të kësaj natyre, atëherë do të kemi procese gjyqësore. Për këto pronë kemi lëshuar, sepse ne jemi bazuar gjithmonë në vendimin e qeverisë që regjistrimi do ta bëj para viteve të 90, ku ka qenë kufit për qoftë të gjitha kufit, qoftë për shkollat, qoftë për kopshet, qoftë për qytetet, qoftë për lulishtet, qoftë për trotuaret. Nëse këto kanë cilime të kësaj natyre, atëherë do të ketë probleme konflikti. Kjo është një periudhë që do të zgjas? Kjo është periudhë që do të shikohet gjatë kohës që ne do bëjmë hipotekimin e të gjitha pronave. Do marrim një pronë, do ta hipotekojmë, do shikojmë përputhet me hartën, përputhet me të gjitha udhëzimet, përputhet. Atëherë do vëmë ta registrojmë. Nëse nuk përputhet, do hapet proces gjyqësor, detyrimisht. Po në të vërtetë zoti Guma, juve aktualisht posedoni një informacion të tillë nëse ka prona publike që i përkasin bashkisë apo qoftë edhe qeverisë shqiptare të cilat janë zaptuar nga qytetarë? Ne informacionet e kësaj natyre ne kemi dhënë në Këshillin Bashkiak. Kryesisht janë prekur ato kufitet e shkollave të kopsheve, diçka të tillë, por ne presim bile në bashkëpunim edhe me Aluizmin, ju kemi thënë që keni parasysh që në kopshet e shkollave do të bëhet legalizimin të ndërtimit pa leje. Të kësaj natyre ne kemi informuar edhe pushtetin vendor që ka cilime të kësaj natyre, por këto do zgjidhen gjatë kohës që të bëhet hipotekimi. Ne nuk mund të flasim dot tash konkretisht po të bëjmë hipotekimin. Aty do ndahet shapi nga sheqeri. Kush ka gabime që ka shkelur ligjin do përgjigjet. Për ato vende që janë kapur padrejtisht. Sepse ka edhe lulishe që janë prekur, por në lulishe thuhet që pronarit i njihet prona, por nuk ta marrin lulishe. Të kësaj natyre kemi cilime të vogla, që ne i kemi vend jeni edhe pushtetin vendor. Presim se kur bëhet hipotekimi këto probleme do të zgjidhen vetëm me procese gjyqësore. Po, në fakt zoti Guma, le të themi janë 19 vite apo jo? 19 vite, jo se kjo përgjegjësi ju bie juve si drejtori apo bashkisë aktuale, por 19 vite nuk mendoni se janë shumë dhe këto prona duhet të disiplinoheshin në një farë mënyrë që edhe juve të veproni? Tash në materialet ne kemi zbatuar ato urdhra dhe udhëzimet edhe në qeveria me kohë, por vështirësitë janë më të mëdha sepse në kohën që ne kemi bërë inventarin, unë flas vetëm për zonën time, për Fierin. Nuk jam i zotit të flas për tjetër, po them që gjatë kohës që u bë inventari, ne nuk dispononim asnjë lloj inventari nga normale që u shkrihen këtu. Kishim mungesë të inventarit nga të gjitha drejtimet. Jemi munduar që t'i kapim të gjitha ato të inventarizojmë
Dhe pas edhe vështirësitë pas janë në shkallë rubrike, sepse një pjesë e mirë këtu nuk ishte vetëm pronat që i përkisi vetëm pushtetit vendor, kishte prona që përkisi Ministrisë së Arsimit, Ministrisë Lehtësisë, Ministrisë Mbrojtjes, të gjitha këta kanë pronat e tyre. Dhe të gjitha këto i kërkojnë nëpërmjet AITP-s, domethënë ja çuar materialet në AITP ajo për të ndarjen e këtyre pronave. Dhe kështu që vështirësitë kanë qenë të shumta, them unë, por fakti është që duhet ishte mbaruar. Duhet ishte mbaruar. Ka zvarritje nga më të ndryshmet për problemin e pronave. Mirë, atëherë, përpara se të kalojmë në një pikë tjetër, unë do doja të shkëputemi për pak hapësirë publicitare për të kthyer sërish në studio. Të kthehemi? Jo, që ta dallosh pastaj ndark. Atëherë jemi kthyer sërish në studio, ju kujtojmë se jemi me zotin Etem Guma, drejtori i Drejtorisë së Menaxhimit të Pronës në Bashkinë Fier. Zoti Guma thatë që është një proces i vonuar, në fakt të gjithë e dim që është një proces i vonuar, por këto vite që juve drejtoni këtë drejtori, keni dhënë prona të tilla me qëra të paktën të bashkia të ketë një të ardhur nga këto lloj prona që i takojnë në të vërtetë? Po, ne kemi dhënë me qëra edhe për 2007 dhe për 2008. Prona me qëra. Dhe nga këto prona që kemi dhënë me qëra, po. Cilat janë konkretisht? Domethënë, prona... Jo, në rregull. Po. Për 2007 janë dhënë 14 objekte, për 2008 janë dhënë 14 objekte me qëra. Nga këto 14 objekte që janë dhënë me qëra, bashkia parafërsisht ka marrë 4.6 milion lek të ardhura nga këto prona që kemi dhënë me qëra. Dhe kryesisht kemi dhënë ato prona që ne kemi hipotekuar, sepse të tjerat kemi pengesa, nuk mund të japim dot me qëra pa i bërë pronën tonë. Kështu që tarrat ka qenë konsiderueshme. Nëse do të ishin hipotekuar më përpara, do të kishin pasur tarra akoma më të mëdha, faktikisht. Por, thash për 2008 ne kemi marrë 4.6 milion lek të reja vetëm nga qërat që kemi dhënë këtyre pronave. Çfarë zërash janë këto prona, nëse do të ndalen? Janë objekte, ndërtesa, kryesisht ndërtesa janë dhe sheshe funksionale të këtyre ndërtesave. Kryesisht i ke dhënë tregun fruta perime që e ka marrë me qëra ai një biznesmen, kemi dhënë te sismika pjesë që ju përkasin këtyre sigurimet shoqërore rreth 6-7 tilla. Me të kësaj natyre janë dhënë me qëra vërtet publike këtu poshtë pastëria janë dhënë me qëra. Këto përbëjnë këtë shumë që thashu paraprakisht rreth 4.6 milion lek të reja janë marrë për 2008. Në fakt, thatë që është listë e gjatë ajo e pronave të bashkisë. Sa, nëse do të flasim me shifra, sa është vlera e asaj kostoje që mund të humbas bashkia? Ose që ka humbur, nëse me afërsi? Ose sa objekte janë dhe sa janë të gjitha dhe juve vetëm 14 thatë përmendët që keni dhënë? Po pak kemi hipotekuar faktikisht. Kështu që në këtë sipërfaqe, në këtë prona që kemi hipotekuar janë rreth 9 deri 10 prona që janë hipotekuar, që janë prona bashkisë, që ne kemi të drejtën morale të bëjmë lidhje në kontratë. Të tjera ne nuk mund t'i bëjmë dot. Mirë, atëherë le të ndalemi tek procesi i hipotekimit. Si bëhet hipotekimi i pronave të bashkisë? Domethënë cilat janë kriteret ose për të hipotekuar një pronë, në radhë parë neve si zyrë duhet kemi për bazë një vendimin e qeverisë. Pa vendim qeverie nuk bëhet dot transferim pronash në asnjë mënyrë. Duhet dalë urdhri i qeverisë, kjo del nga zyrtare, na vjen ne si drejtori. Ne jemi detyruar pastaj të bëjmë planimetrit dhe plan vendoset për secilin objekt, duke shënuar aty sipërfaqe funksionale, duke shënuar aty katet, po e marrim ndërtesë konkretisht. Ndërtesat bëhet planimetria e ndërtesës me kate, bëhet sheshi funksional, vendi ku ndodhet, dhe gjitha këto dokumenta bashkangjitet edhe vendimi i qeverisë dhe çohen në zyrën e hipotekës. Aty aplikohet, pastaj na kthehet në përgjigje, merret këto dokumenta hipotekohet dhe një kopje mban arshiva e Bashkisë Fierit, pastaj kopja tjetër merret në drejtorinë e financave për të nxjerrë vlerat që ka objekti për ta kontabilizuar, konform gjitha rregullat. Ka pasur raste që keni paraqitur këto dokumenta dhe hipotekimi ju ka kthyer mbrapsht? Jo, për këto që kemi bërë tash, ne nuk kemi pasur probleme, sepse janë paraqitur vendimet e qeverisë, qoftë për fabrikën e Redmillit, qoftë për stadiumin Loni Papuqiu, qoftë për atë spitalin Usharak,
I serë probleme që ne kemi hipotekuar, kemi marrë vendimet e qeverisë për bazë, kemi bërë planimetrit, kemi bërë plan vendosit, kemi aplikuar dhe konform gjitha rregullat, ne janë kthyer dokumentacioni i rregullt për këto prona që ne kemi hipotekuar. Për të qenë më të qartë dhe shikuesit, juve keni çuar dokument, keni aplikuar thatë për disa prona. Po. Për të tjera çfarë ju ka penguar juve? Vetëm thjesht një okay nga ministria për të bërë veprime? Vetëm aprovimi i qeverisë. Nuk mund të bëhet kalim prone pa një vendim qeverie. Pa vendimi përkatës qeverisë nuk mund të kalohet prona në pushtetin vendor. Pritet të dalë vendimi i qeverisë, atëherë ne na hapet rrugë për të bërë hipotekimin e gjitha pronave. Në fakt pa u ndalur në problemet politike, por unë e njoh këtë problem para disa vitesh apo jo. Po. Ka qenë një listë e përpiluar, është kthyer me disa gabime shpeshherë. Unë e thash edhe çik para, ne tash kohën e fundit na erdhi listra presidentare, domethënë listra edhe kjo jo përfundimtare, sepse ne bëmë edhe shtesat e vërtetë tona, por brenda këtij viti, thash që në fillim që ne na erdhi vendimi i qeverisë tash, bëm urgjentisht vërtetë tona, bëm ledhën e Këshillit Bashkiak, pa humbur kohë fare, e miratuam në prefekturë dhe ja nisëm AJP-s. Dhe gjithë materialit, me qëllim që presim të na vi sa më shpejt, sepse sa më shpejt të vi, aq më mirë do jetë edhe për pushtetin vendor, duke ditur pronat e tia, veprojnë më lishëm për të gjitha problemet. Ka ndodhur rast i tillë që një qytetar X qytetar, një individ privat të bëj hipotekimin e një prone publike? Evidentuar nga Unë thash edhe herë, tash kohët e fundit ka Flasim filluar mirë. Kohët e fundit ka filluar që shumë qytetarë kërkojnë të aplikojnë në zyrën e regjistrimit dhe kërkojnë konfirmim nga bashkia për kufit që i kanë, sepse mund të ketë kufi. Ne si zyrë deri tash nuk kemi dhënë vërtetime dhe nuk kemi të drejtë japim vërtetime sepse nuk kemi sqaruar akoma pozicionin tonë si bashki. Po të hipotekojmë në pronë, atëherë kemi të drejtë japim vërtetime të shit. Ne nuk mund të ketë edhe raste të kësaj natyre. Por ne nuk mund të gjykojmë dot tash, pa u hipotekuar. Rasti më ashtu është kur ne të hipotekojmë pronat e shtetit, atëherë jemi në qendër të themi që ti e futur pronën e shtetit dhe do ta zgjidhësh konfliktin me gjyq. Tash për tash ne nuk mund të japim dot një përgjigje të kësaj natyre. Se nuk i kemi hipotekuar pronën tonë. Po, çfarë është kërkuar konkretisht? Sepse ka thatë pak më parë që ka kërkohet për shembull vjen një qytetar me një lagje edhe thotë që unë dua kufit sepse dua të hipotekoj pronën time. Për shkollat, ku kufizon me shkollat, ku kufizon me kopshtet e tu. Ne nuk mund të japim. Edhe nëse do të japim, do të japim shumë të sunguar sepse themi deri këtu kemi vinë tonë që ka qenë shkolla. Unë këtë mund të deklaroj deri tash, po nuk mund të deklaroj që e kam pronën time, nuk ta jap ose ta jap. Por them që kufiri i shkollës ka qenë deri këtu. Dhe mbi këtë bazë unë them që këtu ka qenë kufiri i shkollës, por nuk mund të them që është prona jote apo s'është prona jote, sepse nuk e kam hipotekuar pronën time si shtet. Por nuk mendoni që kështu po mbani peng dhe qytetarët e thjeshtë? E di edhe qeveria këtë problemi ja ka bërë disa herë vërejtje që ore kemi pengesa të kësaj natyre. Por thotë qeveria do të shikojë problemet gjëra për gjë. Kështu na është kthyer përgjigje, ne presim. Ndërkohë disa qytetarë mirë nuk është për qytetarit, këtë sorollatet, sepse sorollatja nuk është e mirë edhe për qytetarin edhe për ne si shtet, që të dimë kufit tona. Por kjo është fakti, Disa qytetarë janë ankuar, madje kanë kërkuar që ta hedhin bashkinë në gjyq për këtë sorollatje, le të themi. Ata mund ta hedhin gjyq, por ligjërisht ne nuk mund t'i përgjigjemi. Thash edhe një herë sepse transferimi i pronave bëhet vetëm me vendim qeverie. Nëse ne kemi hipotekuar sot si bashki rreth 9 ose 10 prona, siç i përmenda më lart, i kemi transferuar vetëm me një vendim të qeverisë, vetëm me vendim të kryeministrit. Nuk mund të pranohet hipoteka, nuk të pranohet të hipotekosh toka pa vendim qeverie. Prandaj thash, ky nuk është vetëm problem i bashkisë dhe qytetarëve, por ky është problem i gjithë Republikës. I përgjithshëm, apo? Gjithë Republikën. Përmendet më parë edhe këto ndërtimet informale apo zonat informale që janë paraqitur për legalizim. Në fakt, kam përshtypjen se ashtu sikur se kanë rendur gjithë qytetarët që kanë ndërtuar objekte pa leje, ashtu janë prekur dhe pronat e bashkisë në këtë pikpamje. Tani nuk e di nëse ka patur fushata sensibilizuese apo thjesht ka qenë një vënie në dukje zyrës së Aluiznit dhe kaq? Tash unë nuk ma përshtypet se çfarë ka bërë zyra e Aluiznit. Unë them këtë që në këto zonat informale ne si zyrë kemi paraqitur kaq hektare zonë informale në rreth të Thierit. Dhe atje ne nuk mund të bëjmë dot asnjë lloj regjistrimi pa kaluar planin urbanistik. Duhet të kalojë një plani urbanistik ku kalojë rrugët, ku kalojë sheshet, ku kalojnë tubacionet, të gjitha problemet infrastruktura, mbi bazën e kësaj pastaj ne jemi në qendër të inventarizojmë pronat që i takojnë shtetit dhe pronat që i takojnë civilit. Por unë di nga shikimi vizual që kanë bërë, që aty janë bërë ndërtime pa leje edhe pa kritere fare. Domethënë ka mundësi që në zonat informale
një pjesë duhet të legalizojë ajo aluizmi ato që janë konform gjitha rregullave, sepse kanë bërë ndërtime pa leje në sheshet funksionale të pallateve tona. Po. Por nuk ka drejt ai ta legalizojë atë, sepse ai prish sheshin funksionale të pallateve. Ai shesh funksionale ka ngelur një ambient që ti shërbej qytetarit për atë pallate që ka ti për të bërë një liste, për të pasur një kanalojë për kalamajt e tyre, jo për të bërë ndërtime pa leje. Tekse natyre aluizmi duhet të ketë parasysh, se ka ligje tekse natyre që nuk duhet të legalizojnë. Nuk e di se si do veprojnë. Po them që të kësaj natyre ne nuk jemi në gjendje. Gjithsesi, jo, doja që ta sqaronim problemin pak më gjerë, sepse flasim tani për disa objekte që janë ndërtuar, që normalisht nuk quhen të paligjshme sepse do legalizohen. U është dhënë okay gjithave. Flasim edhe për një pronë të bashkisë. Domethënë, të drejtë ka qytetari që kërkon të aplikojë për legalizim, të drejtë kanë edhe juve. Çfarë do të bëhet në këto raste? Do të dëmshpërblej qytetari bashkinë apo do të ketë një rrugë të mesme? Do të ketë një rrugë, duhet të zgjidhit për këto probleme, thash edhe një herë. Sepse s'mund të flasim që do prishet objekt. Unë thash edhe një herë, se këshova që në fillim, që neve si zyrë nuk mund t'i themi qytetarit që ti e ke ndërto pa leje, sepse nuk e kam hipotekuar të pronë. Pengesa kryesore kjo është. Unë po ta kemi hipotekuar të pronë, atëre do veproj me qytetarit, dhe qytetarit shoku dashur ti e ke ndërtuar në pronë e bashkisë. O, në rast se bashkia do jetë dakord, këshilli bashkiak që ty do ta japi këtë pronë, do paguash lekët konform të rregullat, po që brenda infrastrukturës. Po që jashtë infrastrukturës ti do të prishet, sepse nuk lejohet. Por unë tash sot për këto momente nuk mund t'i them dot qytetarit që ti e futur në pronë e bashkisë, sepse nuk kam të drejtën morale, nuk e kam inventarizuar, por nuk e kam hipotekuar. Pikërisht këtu do të ndaleshim ne. Domethënë sot një vonesë ose një Një neglizhencë. vonesë e hipotekimit do të ketë rregullat më të thella nesër. Kështu është. Faktikisht ky është. Se unë po të kem zonën të hipotekuar, të kem fush sheshet e lira të hipotekuara, atë e them qytetarit, ti e futur pronë e shtetit. Edhe do të përgjigjësh ligjet e shtetit, si janë ligjet e fuqit. Qartë. Thatë që e keni rinisur, le të themi listën me sugjerimet tuaja. Në rast se vjen brenda një afati kohor, brenda 6 mujorit të këtij viti. Çfarë do të bëni, si do të veprohet me këto prona dhe kujt do t'i jepet më tepër prioritet? Njëherë, prioritet janë të gjitha pronat kanë prioritetin e vetë. Nuk e pse si nasha dhe se, pse edhe lulishet kanë prioritetin e vetë, edhe sheshet e funksionale kanë prioritetin e vetë. Ne do të jemi prioritet ato që pengojnë ecje përpara të bashkisë. Do hipotekojmë ato tregjet e, do hipotekojmë shkollat e, kopshet që t'i hapim rrugë investimeve, sepse edhe investimet që bëhen kopshet e shkolla janë çik të frenuar, sepse thot akoma ne nuk janë bërë pronat tona që megjithatë nuk është penguar, edhe nuk pengohet bashkia për probleme, sepse këto dije që do t'i kalojmë për shtetin vendor. Por duke ardhur listra, ne prioritet do ta fillojmë urgjentisht një herë me këto që rëndojnë në kurriz të qytetarit, që t'i hapi rrugë qytetarit, sidomos edhe sheshet e lira ato të tjera që hap, jo të hapi, po të zgjidhen konflikte që mund të ketë të kësaj natyre. Dhe thash, ne jemi para përgatitur për këtë problem, sepse një pjesë të mirë të gjithë këtyre pronave që ne kemi regjistruar, i kemi pajisur me planmetrie, me plan vendosje, me të gjitha, dhe jemi në gatishmëri me të harru pronat, sa më shpejt ta hipotekojmë, aq më lehtë e kemi ne për të vepruar, dhe aq më mirë do ketë edhe pushteti vendor, pastaj për të marrë edhe vendime përkatëse për të gjitha llojet e pronave, për të dhënë me qiraje, për të bërë investime, për të gjitha problemet e infrastrukturës. Në fakt, ajo që më interesonte të dija ishte nëse do të ketë investime më tepër apo thjesht do të mjaftoheni me dhënien me qira për fitimi shtimit të ardhurave në këtë drejtim. Do të ketë edhe investime më të mëdha, do të ketë edhe investime të kësaj natyre. Në planin e rregulluar të qytetit e të gjitha problemet, ato janë zyrat që merren pra problemet. Po unë thash, detyra ime është që unë ti hipotekoj sa më shpejt ato probleme, që tu hapur rrugë të gjithë zyrave të tjera. Që hap rrugë edhe zyrës të projektimeve, që hap rrugë edhe problemet të zyrës asaj për konfliktet gjyqësore, zyrës juridike, për probleme konflikte që zgjidhen sa më shpejt, sepse nuk është mirë që ta mbajmë qytetarin të lidhur për këto probleme. Po, përmendët, ose më saktë përmendëm të gjitha llojet e zaptimeve të pronave, por nuk përmendëm atë që është më kryesorja. Sot rëndom në të gjitha shkollat e qytetit ka patur zaptime. Ka patur dhe ndërhyrje nga policia ndërtimore para disa vitesh, nga inspektoriati ndërtimor aktual, por në fakt është problemi mpret. Prandaj e bëra dhe pyetjen pak më parë se mendova se kjo do ishte emergjenca e bashkisë. Unë e thash edhe qysh, ne do të japim prioritet atyre që sa më shumë të zgjidhim konfliktet.
dhe konkretisht konflikte që e thash, unë e thash edhe për kopshet dhe për qelat dhe për lishtet që janë prekur, pak a shumë, sa më shumë e sa më pak, po janë prekur. Këtyre do të japim prioritet për të hipotekuar. Dhe atje ku le do ta shikojmë më ta shqypim, ku ta shikojë pushtetit vendor, më ta shqypim për të shuar konfliktet. Kryesori është të shuajmë konfliktet dhe e dyta të japim rrugë pushtetit vendor për të bërë investimet në ato prona që ka. Të di që është zoti pronës vetë dhe të bëjë investimet për mirën e komunitetit. Okej, aktualisht keni patur ju përballje me drejtuesit e shkollave apo qoftë edhe me prindër? Ja, nuk e pasë se unë thashe që fillim ne kemi bërë inventarizimin dhe kemi qorë kufit e shkollave dhe jemi munduar të i qojmë kufit e shkollave atje ku janë. Qoftë të shqej që kemi bërë prishe mure, qoftë të ato ka ndryrë dhe policia bashkjake për ato ku ja bërë dërtime pare. Por prap ka cëmime të qenë. Cilat janë objektet konkretisht që kanë zaptuar këtë pjesë publike të bashkisë, por që është dhe e institucioneve arsimore? Unë thash, ju e keni të drejtë që gacmonin këtë probleme, po unë e thash edhe njerë. Unë nuk mund të jap dot shifra konkrete tash për vetë faktin sepse nuk e kam hipotekuar pronën. Dresa se kam hipotekuar jam me mes për të folur. Kjo prish punë në procesin e më parë, më vonshëm? Po, jo prish punë. Unë e kam këtu, nuk kam allë se më prish punë mua, në asnjë mënyrë, përkundrazi. Por do fillojmë interesat e njëjtë tjetër, do fillojnë më mirë. Erdhi vendimi i qeverisë, bashkë me gjithë letrat, me planimetri dhe me planmendosje, do zgjidhe problemet në hipotekë dhe në gjykatë nëse ka konflikte të atyre. E mira është që ne të zgjidhim brenda pa prishur, pa acaruar njerëzit, pa acaruar publikun, sepse nuk është në interesin tonë në asnjë mënyrë, të zgjidhi, por gjithmonë brenda konform gjitha rregullat dhe ligjet. Po, për sa kohë nuk ka ardhur lista, çfarë po bëni juve zoti Guma pranë drejtorisë suaj? Po merreni me krahas detyrave që ne kemi për regjistrimin e pronave, kemi edhe detyra tjera nga ngarkon Këshilli Bashkiak, si menaxhues të pronave, edhe faseteve ne kemi bëjmë kontrolle detyre, bëjmë ku janë, por ne zakonisht po merrem me kompletimin e të gjitha listrave ose më mirë të inventarit me planin e planvendosje, që është detyra numër 1 e jona për të çuar në hipotekë, për mos të zvarritur problemi gjatë kohës që ne do bëjmë hipotekimet. Po. Nuk dua të ndalemi shumë tek kontrolli që ka kaluar dhe në zyrën tuaj, por doja që ta përmendim. Keni kaluar një kontroll, cilat janë detyrat ose konkluzionet apo sugjerimet e bëra? Në zyrën tonë kaloi kontrolli i shtetit, ka lënë një detyrash, vrejtja ka bërë, një pjesë e mirë pronave, rreth 38 pronave, nuk ka qenë numri i pasurive. Kjo nuk ka arrosi neglizhencë, nuk e them këtë për të shfaqur, por ka arrosi rezultat sepse fieri nuk është pajisur komplet me harta digjitale. Kështu që kemi mungesë të numrit pasurisë dhe kryesisht kemi mungesë jashtë zonave të fierit, jashtë zonës Vizver që na janë futur tash në Vinever, po përmendim zonën që është zona industriale komplet, po përmendim zonën këtena Mostaferkua dhe një pjesë të këtyre që nuk janë bërë numrat e pasurisë janë lulishet, janë sipërfaqe ndaja, por nuk çohen me numra pasurie një për një. Domethënë sekse natyre ne munduar t'ia sqarojmë dhe kontrolli i shtetit tash në observacionin që kemi bërë. Megjithatë, kjo është i rezultat sepse një pjesë edhe sot që ne po flasim kemi mungesë të hartave digjitale rrethit. Por këto i kemi zgjidhur me hartat që kemi para viteve 90, me këtë vit tash duke konsultuar gjithmonë me zyrën e hipotekës dhe e munduar që pasuria të pasurohet ashtu siç është, faktikisht me sipërfaqe funksionale, me të gjitha problemet që kur ta hipotekojmë mos kemi problem. Në fakt hartat e para viteve 90 me këto sot kanë ndryshime sepse janë bërë redaktime të tëra, por gjithmonë janë ruajtur ato që duhen ruajtur, janë ruajtur kufit, janë ruajtur tëra. Janë ruajtur kufit. Dhe nëse do të flasim për implementimin e planit rregullues të qytetit. Preken sadopak pronat që ju quani tuajat? Nuk jam në gjendje ta jap atë përgjigje sepse edhe ka zyrë projektimesh, ka një drejtori të urbanistikës, ata merren me probleme, megjithatë ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin për çdo probleme që ashtu ne bashkëpunojmë dhe shikojmë problemet ku kalon via këtu, ç'a bëhet, është pro shteti apo s'është pro shteti, sepse mund të kemi edhe konflikte, por mua zyra për shembull e urbanistikës më pyet për shumë probleme, që është pro jon, është shtetit apo është pro private. Edhe unë aty i orientoj shokët e mi që këtu ki kujdes sepse këtu është pronë, e kemi regjistruar pronë shtetit, pavarësisht se nuk e kemi hipotekuar, po është pronë shtetit. Kështu që kur të japish lejnë do t'i kërkosh konfirmim të viteve të fundit nga zyra hipotekës, që është e vërtetë apo s'është e vërtetë, ka pronë ti apo s'ka, se kemi edhe raste të kësaj natyre që na bie hipotekë në para 5-6 vjetësh, kur vetë për ta rifreskuar nuk e ka të gjendje.
Kështu që në këtë drejtim ne bashkëpunojmë me zyrën e projektimit. Prandaj nuk jam në gjendje të jap atë përgjigje që kërkova. Po. Dhe çfarë doja të dija tjetër? Gjithandej ka patur probleme me pronat, kuptohet që ka patur më tepër me tokat, por dhe me pronat të tjera. Edhe në qytetin e Fierit ka patur të tilla. Një pronë ka 2 pronar ose më shumë. Nuk e di nëse jeni në dieni juve dhe në rast se flasim për pronat të bashkisë. Nuk mund të jap dot përgjigje. Mos ndoshta janë 2 ose më shumë pronar? Unë nuk mund të jap dot përgjigje për atë punë që pa kaluar procesi hipotekës. Nuk mund, sepse unë jam në proces sipër të regjistrimit të hipotekimit pronar. Atëherë kur ta hipotekoj, atëherë do nxjerr. Kam plan mi vendosje, ka 2-3 pronar apo s'ka 2-3 pronar. Tash jemi në fazën që presim gjithmonë nga shteti na vi përgjigje. Më lejo të them, me sa duket e keni mbyllur me kyç këtë vetëm në emrin e inventarizimit. Jo, në asnjë mënyrë, përkundrazi. Unë jam shumë i hapur, thash, jam shumë i hapur sepse unë ato që kam inventarizuar janë të dokumentuara me harta, me të gjitha problemet, me kufije, me tëra. Por unë nuk mund të them dot që te shkolla filan ka bërë ndërtimi ky e ka hipotekuar. Nuk mund ta them se unë kur kam kërkuar dokumentacionin që ka bërë atë inventarizim nuk ka pasur dokumentacion. Dhe unë e quaj se kundërishme. Nëse ai do nxjerrë dokumenta më mbrapa, atëherë do pafaqohen gjyq kush ka pasur drejt. Ka unë që kam inventarizuar konform gjitha udhëzimet apo ka ai që ka dhënë hipotekën. Ato do zgjidhen në procese gjyqësore. Por këto do bëhen në kohën kur unë të vetes si zyrë të bëj hipotekën e pronës. Dhe jam e sigurt, zoti Guma, që sot na ka ndjekur shumë qytetarë, sepse të gjithë janë të interesuar për sa i përket jo vetëm pronave publike, por në tërësi. Do doja me 2 fjalë ata qytetarë që na dëgjojnë, çfarë mund të dëgjojnë sot nga zoti Guma në rast se pritet ose preken ata nga këto prona që ju i quani të Bashkisë Fier. Shiko, qytetar ka kërkesa boll, sepse natyre, dhe unë çfarë qytetar kanë ardhur që jam munduar të sqaroj konform gjitha rregullave të ligjit. Ka shtëpi, për shembull, lagje 5 vetëtore që ka sipërfaqe jashtë asaj normat që ka. Por neve, siç dihet, u ngri ligji i shitjes tokëve, edhe nuk ishte drejt bashkia para sa kohësh jepte shitjes sipërfaqe tokë, dhe na u ngri kjo problem për këto arsye që pse nuk është bërë hipotekimi. Me të zhbllokuar kjo, do shikojnë dhe ato kërkesat e qytetarit. Për shembull, ato vende që është 30 metra katror, 40 metra katror ka kapur qytetari dhe nuk i prish punë. Pushteti vendor atëherë do jepi Këshilli Bashkiak ai do vendosi që këto sipërfaqe toka të shesë aty pronarit që ka tokën. E ta marri konkretisht ta gëzojë e ta hipotekoj, por gjithmonë me një vendim të Këshillit Bashkiak. Në asnjë mënyrë kështu. Do bëhet me vendim të Këshillit Bashkiak. Që në mes lagjet për shembull janë 20 metra katror, 30 metra katror, nuk ka si do futet ai pushteti vendor për të bërë diçka të tillë atje. Më mirë t'ja lëm aty qytetari, por gjithmonë ky duke u zbatuar ligjet. Pra qytetari duhet të presë për sa kohë nuk ka ardhur një përgjigje. Nuk ka ardhur një përgjigje për shitjen e sipërfaqeve të tokës dhe për hipotekimin. Nuk mund të veprojë dot pa bërë pronën tonë. Nuk ka drejt Këshilli Bashkiak ose kushdo të marrë një vendim pa pasur pronën vet. Kjo është tëra. Që gjithë kjo pengesë, të gjitha këto nuanca që vinë vërdall sepse akoma ne nuk kemi bërë zot pronës tonë. Edhe krijohen këto konflikte. Sa krijohen kështu, sa dhe i mbarësit tjerë dhe i shtyën dhe këte. Megjithatë, unë them këtë, që me të bërë prona e shtetit, atëre do ndajet. Kjo është e shtetit, kjo është private. Do merret nga shteti, do merret konform gjitha rregullat e ligjeve. Do pagojë sipërfaqe tokës sa atje ku nuk i prish punë bashkisë për ta dhënë, atje ku i prish punë za japje, se do bëj lulishe, do bëj rrugë, do bëj trotuar, do bëj një kopsh, do bëj një qerrë në ato sheshe që janë, do bëj një poliklinik për t'i marrë ndihmë atë komitetit, sepse kjo është detyra e pushtetit vendor, sa më shumë t'i zgjidhë grupin e njerëzve, qoftë me kopshin, qoftë me shkollën, qoftë me atë poliklinikën, për t'i marrë ndihmë. Kështu që këto sipërfaqe, që themi ne që janë sheshe funksionale ose janë sheshe të lira, do shfrytëzohen nga bashkia për këto probleme. Por nëse do vi puna për një 10 metra ose 30 metra që nuk futet dot bashkia, aty do thotë aty qytetarit, hajde blie konform gjitha rregullat dhe t'japim një dokument që e ke bler, shkoj hipotekoje bëj pronën tënde. Dhe me që jemi tek zëri qytetar. Disa qytetarë janë ankuar, këta nuk janë ata që kërkojnë prona ose që kanë prona në pjesën e bashkisë, por janë qytetarë kalimtarë të thjeshtë, të cilët ankohen se këto prona të bashkisë po bëhen edhe një burim rreziku, le të themi, sepse janë të amortizuara, të paktën kanë parasysh pjesën e tregut të shumicës. Ne për problem qatë them, po them kështu që për gjitha këto prona që ka rrezikshmëri për qytetarët,
Bashkia ka ngritur një komision, po e verifikohen, po e shikon dhe besa di unë, po ndryhet problem. Megjithatë unë nuk jam autorizuar të them për problem sepse nuk e di gjendjen. Nuk unë të flas me si për atë problem që nuk. Dhe nga kjo do presim që të vi përgjigje apo. Qartë. Mirë, atëherë s'më mbetet gjë tjetër veç të t'ju falenderoj që u bët pjesë e ekranit të televizionit Apollon. Faleminderit unë për intervistën. Shikues të nderuar, ishte gjithçka në këtë mbrëmje, pra pikërisht në emisionin e përjavshëm Qyteti im, shtëpia ime. Unë ju kujtoj se kam qenë me zotin Etem Guma, drejtori drejtorisë së menaxhimit të pronave në Bashkinë Fier. Bashkë miru takofshim në të njëjtën e ardhshme. Mirupafshim.